Një debat i ashpër për temën e bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë është zhvilluar mbrëm në emisionin Rubicon të Koha Vizionit. Albin Kurti e Valon Murati e kanë përkrahur idenë e bashkimit, kurse Halil Matoshi ka thënë se bashkimi mund të ndodhë vetëm në BE. Publicisti shqiptar nga Maqedonia Kim Mehmeti, ndërkaq ka thënë se shqiptarve u duhet integrimi ndërsjellë. Koha Vizioni ka pranuar 2110 mesazhe telefonike nga shikuesit në favor të bashkimit dhe 1075 kundër. Mund me përcjell. Ama ti a di si bën ta shumadia apo thotë që na me një politik shumadis. Ama jo ti do të jo pajtohet. Nëse thoni se politikën e shumadisë do po pajtohet. Na Matlik më qenë model për shtetin Matlik, po jo Bralil se nuk shkon. Na Matlik çdo herë debat tema e mundësisë së bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë. I tillë ka qenë mbrëm debati në Koha Vizion me të ftuar Kim Mehmetin, publicist nga Maqedonia, Halil Matoshin, publicist, liderin e vetëvendosjes Albin Kurti, si dhe Valon Muratin e lëvizjes për bashkim. Kim Mehmeti, publicist shqiptar në Maqedoni, ka thënë se kërkohet më shumë njohja shqiptarëve mes vete. Neve gjithnjë ma pak na intereson neve të Maqedonisë çfarë ndodh në Kosovë e në Shqipëri, juve edhe ma pak. Edhe kështu që ne në këtë kohë integruese, që gjithë thonë është integruese, te ne është coptuese. Coptuese edhe në atë që nëse është e mundur gazetat mos shiten në Tiranë tonat, edhe ato mos vinë këtu. Më i zeshmi në idenë e bashkimit ka qenë Valon Murati, lëvizjes për bashkimin, i cili ka thënë se duhet të respektohet dëshira për bashkimin e të dyja shteteve shqiptare. Në Kosovë mund të krijohen rrethana më të lehta se sa në Maqedoni për të shprehë populli për bashkim me Shqipërinë. Dhe ne, në funksion të bashkimit kombëtar, mendojmë se në momentin që mund të realizohet bashkimi i Kosovës me Shqipërinë, atëherë gati se krijohen kushtet e favorshme që çështja shqiptare të zgjidhet edhe në Maqedoni, sepse është presioni automatik që krijohet me krijimin e këtij realiteti të ri që të zgjidhet edhe çështja e shqiptarëve përmes vetëvendosjes. Edhe Albin Kurti ka folur për respektimin e vullnetit të shqiptarëve. Domethënë, na nëse nuk konsolidohemi kështu si shqiptarë në Ballkan, kena me pas shumë vështirë. Unë mendoj që ky shtet i Kosovës, me këtë elitë politike që ka në kry, me planin aktisorit si themel, nuk mundet me rezistu në afatgjatë Serbisë. Në aspektin ekonomik, në aspektin kulturor, edhe në shumë aspekte tjera. Për më bërë fuqishëm na, duhet me nrruq këto themele, duhet me lidhë me Shqipërinë. Ndërkohë Kosovari më i madh i debatit është shfaqur publicisti Halil Matoshi, sipas të cilit pozicioni më i mirë i Kosovës është ky aktuali si shtet i pavarur. Ai e sheh bashkimin me Shqipërinë vetëm në formën e integrimit të të dyja shteteve në Bashkimin Evropian. Unë e mbëroj idejen e Kosovës dhe shtet pavarur dhe sovran, sepse unë këto kam një punë, kam një familje, kam një tokë, një pronë, një shtëpi, ndërka që intenca historike, dhe më si pas planeve disa qaqeve, në elitave nacionaliste, etnonacionaliste në Serbi dhe në Shqipëri, ideja historike ka qenë ndarja e Kosovës. Dhe nëse Serbia dhe Shqipëria do ta ndajnë Kosovën, unë do ta humsha krejt këtë çka e kam këtë vend dhe do shkoja dikun në Shqipëri si refugjat. Unë nuk e kam ndërmend të jetoj si refugjat. 1075 mesazhe telefonike janë pranuar kundër idesë së bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë, në dallim prej 2110 mesazheve që mendojnë se pikërisht bashkimi i dy shteteve është hapi i duhur. Ndërkohë është vërejtur se nga të dyja anët ka përkrahas të devotshëm duke dërguar nga numrat e një telefoni nga disa mesazhe, por më insistues duket se ka qenë një përkrahas i idesë së bashkimit të Kosovës dhe Shqipërisë, i cili ka dërguar rreth 200 mesazhe